qenë Isa Mustafa me Bleran Stabilitën që kanë marrë vendimin për liberalizimin e tregut të energjisë. Qyshe keni bre zakon më kopte qëto canet historike të partive politike? Ju keni marrë atë vendim për liberalizimin e tregut të energjisë, kjo është e vërteta. E para është ka kritika sa i përket mënyrës së liberalizimit të tregut të energjisë elektrike. Për cilin ky vendim është marrë në vitin 2016, kanë qenë qeverisje LDK dhe PDK-ja, afatet për liberalizimi kanë marrë këta gjatë vitit 2017-2019, e kanë parapas që gjithë liberalizimi i tregut të energjisë të ndodhë deri në vitin 2021. Unë pajtohem me këtë kritikë, domethënë ka qenë vendim i pamenduar, i pamenduar mirë, i pakalibruar, rrezikimi i jashtëzakonshëm i sektorit privat dhe e kanë integruar po ashtu në ligjin për energji elektrike, i kanë integruar afatet dhe ishte pikërisht edhe gjykimi i Gjykatës Supreme që i anuloi pikërisht ato nene që këta i kanë kalu. Domethënë me vendimin e tyre të pamenduara, të pakalibruara, ka qenë Isa Mustafa me Bleran Stabilitën që kanë marrë vendimin për liberalizimin e tregut të energjisë dhe kjo natyrisht i ka vendosur biznesin në një pozitë të vështirë. Qyshe keni bre zakon më kopte qëto canet historike të partive politike? Është normal me bo ligjin, është tjetër sen me kalu sistemi në treg të lirë. Ju keni thonë vetë me raportin e ZRE-s edhe që është bo për në aprovim fal të ZRE-s për konkurrencë lirë, nuk ka pas konkurrencë lirë. Ku erdhët ju në vitin 2024 me thonë konkurrencë lirë? Tjetër është energjia që thot ligji energjisë elektrike, tjetër është sa ju e kalën i sistemin edhe sa për strategji, sa keni bo punë jo, në vitet e fundit, vetëm 24% të masave të strategjisë kombëtare për energji elektrike i keni plotësu. Dhe me thonë, 75% e keni që kohën këtë të umarë me energji elektrike dhe me import. Më të jakte veçti përgjigjeshme, raporti konkurrencës, kolegja po i referohet një raport të cilën ZRE kanë nxjerrur në fillim të vitit 2020 dhe ka konstatu, ishin po ashtu gjetje që ka filluar në vitin 2017, me gjithë ato gjetje të mungesës së konkurrueshmërisë, ju keni marrë atë vendim për liberalizimin e tregut të energjisë. Kjo është e vërteta. Dhe kur erdhëm ne në mars të vitit 2021, jeta gjara. Kur unë kam taku bizneset në atë kohë, bizneset kërkuan mirë kuptim që të shtyhet për një vit dhe ne e kemi shtyr për 4 vjet. Deri atëherë kemi nxjerrë rregulloren për vetë konsum, në mënyrë që bizneset jo mundsohet, kemi ofruar asistencë. Të gjitha këto më vjen keq, por këto janë vendime që kanë nxjerrë detyrime dhe cilat i keni marrë ju dhe duhet ballafaqoheni me to.